parë dhe shumë tri kanë shku, shumë baba, burra që kanë shku për para... Si fëmi. Po, si fëmi, ose para lufte, mas lufte, dhe jënë martu me Gjermanka, me Zisranka, me qëfar do nacional... Italianka, të svedinta. Që e bojnë ma shumë diasporë se sa në Kosovë. Se jënë vetë. Në Kosovë është pak ma ajo... sfida, janë shumë sfida, është komunikimi gjuhës, si pe pranon rrethi social, familjar, atë person që pe bjen këtu, apo kupton, janë dësa rizica që është problem me pranu, tash, familje tona shqiptare. Qifti, për shembull njeri, me marrë një Gjerman ose një Austriak me pru në Kosovë. Çka bën Austriaki Gjermani në Kosovë? Po nuk t'vjen heq vallani. Sillat. Jo, ka dhe ka një preashtë kemi pas stone të ndryshme që për shembull ka ardhur në Kosovë dhe jeton këtu, ka hap një biznes këtu dhe jeton mjaftueshëm mirë edhe në Kosovë. Dafina? Po la menoj, unë gjithmonë jam diaspora apo Kosova më shumë? Kam një djalë tagje, se përshëndes në Ystritjen, ajo është shumë atë dhe prej fillim i ka eduku fëmijët e vetë, fëmijët janë të lindur në Triton në Zvicër. Ma shpesh vin ata se sa one që takuna me agjallarët e me. Dhe më thonë, diaspora shumë a shumë jep kontributin, edhe shumë a shumë... Osoj përket martesave me tuaj, sot, ma shumë diaspora apo në Kosovë? Diaspora. Sinqerisht diaspora. Po nisë nga për rastit të familjes teme, 2 vajza i ka, 2 ati ka të martume me shqiptar. Jo, se s'po ma kuptëm pyetje. Diaspora apo Kosova për e zgjedhen më shumë sot martesën me tuaj? Këtë po e them. Diaspora se kanë hapësirë, janë shkolla, rritë, shkolla, shumë mirë edhe një fëmijë që rritë përgjigjen edhe në fillim shumë të mirë edhe. Unë veç kom qatë më konë realiste, edhe prej njëzve që do shumë rrëthoj. Unë që diaspora Gjermani,